Damet janë jashtëzakonisht të mëdha. Nuk është vetëm rrethi i Durrësit me përmbytje, nga Gjirokastra që në Shkodër janë pra mira banesa të tjera, biznese, fabrika të cilat kanë pësuar dëme të pa rikuperueshme. Partia Demokratike kërkon menjëherë shpalljen e gjendjes fatkeqësisë natyrore në këto zona. Edi Rama apo Ramaduro që bën se hir nuk shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Durrës dhe në Lezhë apo Shkodër dhe qarqe të tjera, vetëm se ligji e detyron atë në këtë gjendje të përgjigjet një për një dëmeve të krijuara nga fatkeqësia natyrore. Ky qëndrim indiferent, cinik, është një lloj krimin vetvete. Kësaj katastrofe natyrore me përmasat pa para ndonjëherë. Edi Rama ndaj saj reagon me një cinizëm ekstrem, me një paturësi, me një tallje ndaj qytetarëve të përmbytur. Ai në postimin e tij fajson opozitën e cila nuk po e akuzon atë për shirat e rrëmbyera që kanë rënë. Ky qëndrim cinik tallës